Personat që hanë vezë të zjera çdo ditë duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Vezët mbartin vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Vezët ofrojnë proteina. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi i njeriut, ndaj është e rëndësishme që të merren edhe përmes ushqyerjes së duhur. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vezët përmbajnë 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet në formën e të bardhës së vezës. Vezët janë të pasura me ushqyes. Një vezë e vetme do të ofrojë proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të domosdoshme. Këtu përfshihet seleniomi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët të cilët i mbajnë qelizat edhe më të shëndetshme. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vezëve në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Vezët ulin nivelin e triglicerideve. Niveli i triglicerideve do të jetë më i ulët nëse konsumoni vezë në mënyrë të rregullt në dietën tuaj të përgjithshme. Gjithashtu, vezët veçanërisht ato të pasura me acide yndyrore omega 3, duket se kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve dhe të japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Vezët ulin gjatësat e shfaqjes së ishemisë. Studimet sugjerojnë se konsumi i vezëve vazhdimisht në dietën tuaj mund të ulë riskun e ishemisë. Sipas një studimi të cilës i referohemi, njerëzit që hanë një vezë në ditë janë në 30% më pak të rrezikuar që të pësojnë këto ndryshime të theksuara në shëndetin e tyre, duke e kthyer vezën në një prej produkteve më fantastike në uljen e riskut të ishemisë. Vezët do të mbajnë gjithashtu më të shëndetshme edhe shëndetin e zemrës. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër më të shëndetshme fal një regjimi ushqimor kur përfshihet edhe konsumi i vezëve në mënyrë të rregullt. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës, duke cilësuar atë si një prej produkteve më fantastike në këtë aspekt. Vezët të ngopin më gjatë. Ngrënia e vezëve për mëngjes ndihmon që të jeni të ngopur për më gjatë. Por llogaritje të ndryshme shkencore kanë treguar se personat që hanë vezë në mëngjes marrin rreth 130 kalori më pak në drekë, dhe kjo ndihmon gjithashtu në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Vezët janë shumë të mira për shëndetin e syve. Antioksidantët tek veza mbrojnë shëndetin tuaj të syve dhe parandalojnë gjithashtu edhe sëmundje të ndryshme. Antioksidantët që gjenden tek veza mund të kombinohen fare mirë edhe me vlera të ndryshme ushqyese dhe të përthithen nga trupi juaj. Vezët janë një produkt fantastik për të pasur gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit të kujtesës. Vezët janë të pasura me vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin tuaj të trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë edhe nivele të mira të kolinës, një vitaminë e veçantë për shëndetin tuaj të trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës mund të çojë në kujtesë të keqe dhe gjithashtu të shkaktojë edhe probleme të ndryshme të organizmit tuaj. Ekspertët cilësojnë vezën si një prej produkteve më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj. Kjo falë vlerave ushqyese që ka për mbrojtjen e shëndetit, konsumi i vezëve në mënyrë të rregullt mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për rritjen e vigjilencës dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të mira për të konsumuar vezën është përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë i ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë?
Sipas Healthline, do ju njohim me disa nga përfitimet kryesore që veza do të ofrojë në shëndetin tuaj dhe arsyet pse ajo duhet jetë pjesë e listës suaj të konsumit ditor. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse ynyrat që përdorin në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur i shëndetshëm mund të hajë 1 deri në 2 vezësh çdo ditë pa u shqetësuar shumë për nivelet e kolesterolit. Sipas të dhënave, ngrënia e vezëve të mira për mëngjes mund të japë rezultate fantastike në reduktimin e një sër komplikacionesh. Sipas Healthline, konsumi i vezëve për mëngjes mund të japë nivele mjaft të mira të yndyrnave cilësore. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat do të nxisin ndjesinë e ngopjes dhe gjithashtu nxisin nivelin e kolesterolit dhe ulin riskun e problemeve të sëmundjeve në zemër, kryesisht kolesterolit të mirë. Këto yndyrna të shëndetshme që gjenden tek veza do të luajnë një rol pozitiv edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj në nivelet e sheqerit në gjak. Vezët e zjera do t'i japin gjithashtu edhe proteina cilësore. Vezët e zjera janë natyralisht të pasura me lëndë të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha, proteina ndihmojnë organet e trupit dhe të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore edhe për ndihmën që ofron retinës së syve në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose edhe nga verbëria. Ndaj, konsumi i vezëve në dietën tuaj mund të jetë një element pozitiv në shëndetin tuaj të syve. Nëse doni kocka më të forta, përfshini vezët në dietën tuaj. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe gjithashtu edhe më i shëndetshëm. Megjithëse një vakt i shpejtë dhe i shijshëm, veza është e rëndësishme të konsumohet si duhet për të evituar dëmet e saj. Për të siguruar edhe vlerat ushqyese, kur konsumoni vezë të zjera është thelbësore t'i gatuani ato si duhet. Vezët e zjera duhet të zihen të paktën 10 minuta që të forcohen plotësisht. Kjo periudhë e gatimit garanton që pjesa e brendshme e vezës është plotësisht e sigurt për konsum, pasi mikrobioma e mundshme shkatërrohen në këtë mënyrë. Nëse keni përgatitur një sasi të madhe të vezëve të zjera, këto janë këshilla se si mund të qëndrojnë të freskëta ashtu si duhet. Vezët e zjera duhet të mbahen në frigorifer ku mund të qëndrojnë të freskëta deri në 7 ditë, nëse janë në lëvozhgën e tyre. Veza pa lëvozhgë megjithatë rekomandohet të hahet brenda 5 ditëve, sepse pa mbrojtjen lëvozhga bëhet më ndjeshme ndaj prishjes. Megjithse, ngrirja mund të zgjasë jetëgjatësinë e shumë ushqimeve, vezët e zjera nuk janë të përshtatshme për ngrirje. Ngrirja mund të ndikojë negativisht në strukturën e vezëve, duke i bërë ato të bëhen të holla dhe më të njoma pas shkrirjes, duke i bërë ato më pak tërheqëse për të ngrënë. Mbani gjithmonë vezët e zjera në frigorifer, mundësisht në lëvozhgën origjinale për t'i mbajtur ato të freskëta më gjatë. Nëse nuk jeni të sigurt se sa kohë ka qenë veza në frigorifer, mund t'i provoni duke i vendosur në një tas me ujë. Një vezë e freskët do të fundoset, ndërsa një e vjetër mund të fillojë të notojë për shkak të gazrave dhe zhvillohen bakteriet në guack. Vezët e zjera janë një vakt ushqyes dhe i sigurt, por është e rëndësishme të ndiqni udhëzimet e duhura për përgatitjen dhe ruajtjen e tyre. Kontrolloni gjithmonë freskinë e vezëve përpara konsumit dhe sigurohuni t'i ruani ato si duhet për të shijuar përfitimet e tyre. Është e rëndësishme që vezët i konsumoni sa më të freskëta në dietën tuaj. Kështu, përfitimet kryesore prej tyre do të jenë më të larmishme në rritjen e vlerave të imunitetit dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tyre, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.